Turqia arreston presidentin e Fenerbahçes, akuzohet se ka përdorur lënë narkotike. Presidenti i Fenerbahçes, Sadedin Saran, është arrestuar në Stamboll si pjesë e një hetimi për përdorimin dhe furnizimin me drogë, hetimi i cili ka përfshirë edhe figura të njohura. Saran u ndalua vetëm disa orë pasi analiza e flokëve rezultoi pozitive për metabolikët e kokainës, një rezultat që autoritetet thonë se mund të tregojë ekspozim tek narkotikët për një periudhë të gjatë kohore, ndërsa për skandalin në fjalë ka reaguar menjëherë edhe klubi turk i Fenerbahçe. Ky i fundit publikoi një deklaratë duke shprehur mbështetjen për Saran dhe duke siguruar tifozët se aktivitetet e klubit do të vazhdojnë pa ndërprerje. Presidenti Sadedin Saran u mor në paraburgim nga komanda e xhandarmerisë provinciale nga zyra presidenciale e Fenerbahçes si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm. Procesi vazhdon brenda kornizës së studimit ligjit dhe nën përgjegjësinë e autoriteteve përkatëse. Besimi ynë është i palëkundur se presidenti ynë do ta kapërcejë këtë periudhë me qetësi dhe qëndrueshmëri, ka shkruar klubi. Nga ana tjetër, Sadedin Saran hodhi poshtë rezultatin e testit duke këmbgulur se nuk e kishte përdorur kur substancën narkotike për cilën akuzohet se e ka kërkuar riekzaminim.